Mirë se vini në botën e yjeve. AstroChart, bëni subscribe për më shumë video. Shenjat më që i flihet të horoskopit. Në vend të parë shigjetari. Shigjetari e do jetën dhe aventurat. Ai nuk mund të rri pa lëvizur, pa udhëtuar dhe pa përjetuar diçka të re. Festat, udhëtimet dhe shoqëria, gjithçka është arsye për të qeshur dhe për të krijuar kujtime. Shigjetari është optimist dhe gjithmonë gjen mënyrë të argëtohet duke të bërë të ndihesh mirë edhe ty. Në vend të dytë Luani. Luani është qefli e natyrshme e zodiakut. Do vëmendjen, energjinë e lartë dhe tërheqjen e njerëzve. Festat dhe argëtimi janë skena e tij ideale ku mund të shfaq karizmën dhe stilin e tij. Luani të bën të ndihesh pjesë e diçkaje të madhe dhe çdo moment pranë tij është i mbushur me hare. Në vend të tretë Binjakët. Binjakët janë qeflinj të vërtet social. Ata e duan bisedën, shoqërinë dhe situatat ku ka gaz, humor dhe lëvizje. Një ditë monotone nuk ekziston për ta. Gjithmonë gjejnë diçka për të bërë ose për të provuar. Kur je pranë binjakut, kurrë nuk di çfarë do të ndodhë, dhe kjo bën çdo moment emocionues. Në vend të katërt Dashi. Dashi është energjia e zodiakut që nuk ndalet kurrë. Do aktivitet, sfida dhe adrenalin. Festat nuk janë vetëm për të kaluar kohën, janë për të fituar energji, për të krijuar histori dhe për të bërë çdo ditë të veçantë. Dashi të tërheq me entuziazmin e tij dhe bën gjithçka më argëtuese.